Sot është ditë Pashkësh, është ditë e shejtë dhe është ditë që na bën edhe me reflektu nganjëherë, por para se të reflektojmë, duhet me uruj herë njëri tjetrin me përzemërsinë më të madhe, edhe ju uroj që t'ja kaloni bukur sot për shumë vjet Pashkët, për gjitha familjet shqiptare që e festojnë, familje katolike edhe ortodokse, sepse na kanë rënë në të njëjtën ditë. Uroj përzemërsisht familjen time një herë, i du fort nanën, bashortën, 2 fëmijët e mi. Uroj gëzuar Pashkët edhe atë që më shef nga lart, babën tem, se ai kishte qefi festote gjithmonë. Uroj gjithashtu çdo familje shqiptare që të kenë shnet, të kenë dashuri, harmoni, lumturi, se të tjerët masnej të gjitha rregullohen. Tashti ja kaloshim mirë sot, edhe paqe dhe dashuri. Ciao.